Shok të mi të mirë si ju kam. Sot është shtunë dhe kam ardhur këtu nga pylli vetë për të këtu dhe akuariu. Sot ne kemi të ftuar shumë të këndshme, por që izi unë nuk di ku të futem. Përshëndetje edhe nga unë Pumbi. Jam shumë e lumtur që jam mes jush, sepse ju jeni miq të tanë më të mirë. Më të mirë. Po Pimbi, ke të drejtë. Sot kemi një dëftuar speciale. Po, atë do ta zbuloj Jonida me Tean. Eja prisi. Eja një fëmi. Përshëndetje. Përshëndetje. Më thuaj si të quajnë. Unë jam Darja. Darja. Sa emër të bukur më Darja. Nga cila shkollë vjen ti? Unë vi nga shkolla mësojnëtorja Parashipe. Më thuaj Darja, çfarë të pëlqen më shumë? Mama pëlqen të lexoj libra dhe të luaj tenis. O sa bukur të lutem. Lezo dhe vetëm lezo. Darja, do na marrësh dhe ne të luajmë tenis. Po. Faleminderit. Faleminderit Darja, Pafshi. Është Bye. bukur, bye. Ej, sa djali bukur, sa si të bukura. Pa më thuaj si të quajnë ty bukuras. Mua më quajnë Negina Osmani dhe jam 10 vjeç. Ua, në kë klasë je moj Gina? Në klasë të 4. Sa e që nga mi masë ne o Pumbi. Ne jemi në klasë para akoma. Cila nga lëndë të pëlqen? Mua më pëlqen lënda e frëngjishtes. Frëngjishtes. Je i sigurt që të pëlqen shumë? Po. Je i mirë në frëngjisht? Emilia. Më thuaj si i thonë në frëngjisht Pimbi. Pimbi, E gjeti. Ore, po me qallë i sporti të pëlqen të merë ashtu? Me sportet që luajnë me top, si për shembull futbolli, basketbolli. Basketbol, voleibol. Bravo. Sa bukur, të lumtë. Të lumtë. Kur të marroj misioni me se do luajmë bashkë. Me çfarë duash? Okej. Do luajmë me fuga. Me papsi. Po e di ç'është fuga? Po. Ashtu, edhe me këto lojna popullore. Kështu i themi? Po. Papsim. Pafshim. Ua, po ty si të quajnë? Unë quajmë Roan Taçi. Roani. Më thuaj çfarë të pëlqen ty më shumë? Gjua. Po matematika. Matematika pak. Të pëlqen të vizatosh? Po. O, sa bukur. Po ti të çfarë të pëlqen përveç shkollës? Të luaj. Se luan. Voleibol. Do luajmë pastaj bashkë. Bashkë të tre. Mirupafshi. Pafshim shpirti. Skënderbe, me ty jemi ne, Skënderbe. Ore, futbollist je ti ma? Jo, Ua, po qarja? basketbollist. Basketbollist. Po përse ti me Skënderbeun është? E me Skënderbeun Po që në rregull jemi. Si Më thuaj si të quajnë? Alteo. Alteo. Sa emri bukur. Alteo veç futbollit, çfarë të pëlqen tjetër? Dhe basketbolli. Basketbolli. Po më thuaj nga ushqimet çfarë të pëlqen? Patate. Patate! Të Se skuqura. Po. Mos jaj të gjitha, Se nuk të bëj mirë. do vi dhon për drejt. Mirupafshi. Pafshim. O, do am patate. Të skuqura. Përshëndetje. Përshëndetje. Si e ke emrin? Unë kam emrin e Tea. Idea, sa emri veçantë, sa bukur. O Idea, çfarë të pëlqen ti të bësh në Mua konë? më pëlqen të lexoj. Më duket se i pëlqen dhe volejbolli kësaj vajzës. Se kemi luajtur një ditë kur jashtë. Me vërtet? Po. E shikon që nuk... Pa më thuaj të pëlqen volejbolli. Pa shumë. Po, sa Bravo, po për të lexuar, çfarë të pëlqen të lexosh? Tregime, pralla. Po më thuaj një prallë, titullin e një pralle. Hirushja. Na ishte një herë. Apo është një tjetër kjo? Jo, më këna ishte një herë. Të lumt. Mirupafshi. Pafshim shpirti. Oj, sa bukur. Faleminderit që na sa përgjithële, na i bëre që vjen shumë, si e ke emrin? Petro. Petro. Petro, çfarë të pëlqen ti më shumë? Unë pëlqen të vizatoj edhe të luaj me basketbol. Sa bukur. Petro, po. Do na bësh një pikturë. Mirë. Mirë, faleminderit. Faleminderit shpirt. Përshëndetje. Pumbi. Shiko më pas ka medalje, Prito ta shkoni që ka të medalje. Po ku e ke marrë mo? Në kampionat. Po çfarë kampionati? Në kampionatin e Shqipërisë. Në Shqipëri po çfarë gare? Për futboll. Bravo! Po çfarë pozicioni ke ti në futboll? Unë kam sulmues i majt. Po, ke kujdes. Po në shkollë çfarë sulmuesi je? Qendër sulmues fushor. Në shkollë po të them. Po. Në shkollë. Cila lëndë të pëlqen më shumë? Matematika. Bravo, do bësh dhe një matematicien i soti. Mirupafshi. Natja Ishënli. Najta. Po. Më fal. Hajde, mirupafshi. Do bësh një gol për ne.
Qa? Do bësh një gol për ne nesër. Po, do bëj. Faleminderit. Faleminderit. Pafshim. Po ti bukurosh kë. Çdo këtë nga mama tonë. E po, t'ju shikoj. Ua, Sa bukur. të na shikosh dhe të na dëgjosh. Po, Si e ke emrin ti? unë e kam emrin Sara Kolevski. Ua, Kolevski. Sara Kolevski. Qa mbi emër është ky? Pa më thuaj nga jeti Sara. Unë jam nga Prespa. Prespa. Do na prisësh në Prespa? Unë e vim gjithmonë. Po, aty te patjetër. Sa vend i bukur që është, sa kënaqemi atje te liçeni. ky. Më thua çfarë të pëlqen ty? Mua më pëlqen të lexoj dhe të pikturoj. Bravo, sa Sara, të bukur. lum. Do na prisësh, ë? Po, po, Dhe ne do vime patjetër. kënaqësi të madhe. Ndonjë gjë tjetër të pëlqen? Po, më pëlqen të këndoj. O sa bukur, do kënaqem Sara, me do këngë kënaqemi. sot. Të premtojmë që do vinë në Prespa. Mirë, Mirë. Bye bye Sara. Pafshim. pafshim. Ore, ç'është ky djalë me këto medalje? Po të gjithë me medalje po na vin këtu. Tare, ju lumë të këtyre. Si e ke emrin? Stefan. Stefan. Po. Një pyetje e shkurt. Po. Se duke si mish, kasi mish, pejti mish, zhuari. Ama ke si në vazo me mjalt, në qype mjalt, në Po, një. po, ta kam sille. Se faleminderit. Vërtet, a? Po. O, vaj, po kënjen. Jo, mos e përkëdel shumë. Jo, jo, E e la e kam parë sille. në fundit. E kam sille. E mirë, do ta Ta shohim. shikojmë. Ta shikojmë. Faleminderit Stefani, bukur i Më thua djalë. çfarë të pëlqen ty? Mua më pëlqen të lexoj dhe të luaj me sport me futboll. Edhe të fitosh medalje. Po. Po ne do na japësh një medalje. Do t'ju jap, do t'ju jap. Faleminderit. Të lumë, Pafshim. faleminderit. Pafshim. Pafshim, Stefan. O, Pafshim. pumbi do amë mjalt. Ham. Wow, pumbi. Kjo është princesa e luleve. E pas ka i fustan me Fustane me lule. lule, si e ke emrin ti? Ema e kam. Ema. Ema Karat. Ua, Ema. Sa e Ema, pëlqen, shumë e se. bukur. O, Ema, çfarë të pëlqen të bësh ti? Mua më pëlqen të pikturoj dhe të luaj. Bravo, po për të luajtur me se luan. Luaj me top. Me top do luajmë pastaj ka se të mbaroj emisioni. Në rregull. Bravo. Luajm çfarë të doni ju. Çfarë të duam ne? Do na bësh një pikturë të bukur mua. Dhe Mirë. pak më të bukur këti. Po. Ua, pse mua Faleminderit. pak më të bukur? Ha, ma e se ti. Sigurisht. S'ke që do. E mirë, faleminderit. Pafshim. Pafshim. Përshëndetje, unë quhem Alteo. Unë quhem Pimbi. Unë jam Pumbi. Më thua je futbollist? Po. Bravo, pastaj do bëjmë gola. Miru pafshim. Pafshim. Ua. O, sa bukur. Faleminderit. O. Si e ke emrin? Kloe. Kloe. Edhe Kloe pas ka një medalje shumë të madhe. Shumë të madh, ku e ke marrë? Në basketbol. Të U, sa lumë. bukur. Do luajmë ne bashkë pastaj basketbol. Më thua çfarë të pëlqen tjetër ty? Më pëlqen të vizatoj. Të vizatosh, Bravo, do bësh Kla, Pimbin. Po në gjë tjetër të pëlqen. Të bje pianos. Bravo. U. Erën tjetër do t'i bjesh piano. Qenë ka shumë artiste kjo. Faleminderit, vezi të presi. Oh, Përshëndetje. Përshëndetje, shiko çfarë kam sill për juve. Çfarë? Pombi Alivan. Pombi Alivan. Jo, ke kujdes. Faleminderit. Si e ke emrin ti? Unë e kam emrin Daris. Daris. Faleminderit shumë. Daris jemi më njëse që Nuk ta Daris. Hamjaltis. Ah, e shikon si thot ky. Hamjaltis, më thua çfarë të pëlqen ty? Mua më Përveç pëlqen. mjaltit. Mua më pëlqen të luaj futboll. Do luajmë pastaj bashkë. Bravo. Milu papsi. Faleminderit Pafshim. Daris. Do Faleminderit. mjalt. Bravo. Përshëndetje. Përshëndetje. Si quhesh? Noel. Noel. Më thua çfarë të pëlqen ty Noel? Të luaj futboll dhe të pikturoj. Ore, edhe sportist edhe artist. Po. Po sa që e dallash kjo. Mua do Bravo. bësh një pikturë. Po. Faleminderit. Faleminderit. Po Saro. Përshëndetje. Përshëndetje. Si quhesh? Unë quhem Kejlt. Kel. Sa Sa emri në bukur, veçantë. Çfarë ke qefti? Unë kam qef të luaj futboll dhe basketbol. Do luajmë bashkë futboll pastaj. Po. Po të Basketbol luajmë me Pumbin. E o mirë me mua le të los. Milu papsi. Pafshim. Pafshim shpirt. Hajde. Përshëndetje. Përshëndetje. Çe ka dhe ky futbollist? Edhe ky futbollist Po, të po. tërë. Si e ke emrin? Kristian. Cristian. Ronaldo. Po. Me vërtet kemi një Ronaldo këtu në Korçë. Sa gëzim. Sa bukur. Më luan çfarë pozicioni luan? Selmos. Po në shkollë çfarë të pëlqen? Matematika. Bravo. Do bësh matematicien i zoti. Milu Ros, papsi. faleminderit. Ik tani se nxitoj se do am Pafshim. mjaltin. Me
parë trokitjesh, ka nisur dhe emisioni radhës në shtëpizën tonë të bukur, Pimbi, Pumbi dhe miqtë e vegjël. Kemi bërë pak mungesa për shkak të zgjedhjeve, por ne ja ku jemi përsëri në shtëpinë tonë me miqtë e ftuar, me të ftuarën speciale, me Tean, me Pimbin dhe me Pumbin. Përshëndetje çamarok të dashur. Përshëndetje që kam gojën plot. E mora vesh njëri nga fëmijët të solli mjaltë të ty. Unë gope besoj Pimbi. Nuk ngopet ariu me mjaltë. Ngopet ariu me mjaltë, mirë, tani qetësohu, mbaroj atë që ke në gojë, pastrohu fytyrën, rregullohu. Miru pafshim. Jo miru pafshim, kemi emisionin për të bërë. Fëmijët e sotëm janë nxënësit e klasës së 4 të shkollës mësojnëtoria e parë shqipe me mësuese Mirela Bimlin, po ta mbani mend nga hera e kaluar ne kemi patur shokët e tyre, gjysmën e klasës, sepse këta ishin shumë nxënës në klasë dhe u detyruam ta ndanim në mes. Dhe e ftuara jonë e radhës, e para mirë se erdhët. Dhe e ftuar, jo, pastaj ti. Unë e para pse jo. Dhe e ftuara ime e radhës është një profesore shumë e njohur në Universitetin Fanoli, ajo është profesore asociuar doktore Anila Maxhe Saraçi. Për të shmangur gjithë to që the, unë të thash faleminderit para. Faleminderit paraprakisht, në rregull. Pimbi Pumbi e njihni? Pimbi? Tani unë kam mendjen gjetë kjo, po hajde e njohim. E njohim, si se njohim profesorën. Me Pimbi, ata që kur bëhet fjalë për mësues, për profesor, për persona të që kanë lidhje me arsimin ose me letërsinë. Mos i tuaj, të lutem. Jo, unë do t'ja them. Do t'jap mjaltë. Jo, nuk dua mjaltë, faleminderit, kam mjaltë në shtëpinë time. Puna është se Pimbi e ka shumë keq, sepse ai po mbaron klasën e parë, po është akoma tek A-ja. Nxënësit po përgatiten për festën abetare, sepse pas një jave ose 2 jave gjithë klasat e para festojnë festën abetares, kurse ai është akoma tek A-ja. Dhe kur mori vesh që do të vinte një profesore e gjuhës shqipe dhe e fonetikës, Po mos i tuaj. ai u turpërua. Jo, më s'ka rëndësi, mjafton të vej deri te B-ja të paktën. Shko deri te B-ja dhe do t'jap një medalje siç i kanë marrë medalje gjithë këta fëmijë këtu. Të premtoj Pimbi, nëse ti në fund të këtij sezoni ma thua pa gënjeshtra, jo si për natën e vitit të ri. Pa gënjeshtra alfabetin, unë do të jap një medalje siç e ka Matias, që ka dhe shokët e Matias. Të ekipit të Skënderbeut. Dakor, në rregull. Atëherë, profesore, ne bëjmë disa pyetje për të njohur më mirë me ju dhe shikuesit të njohin për te profesionit. Megjithëse një pjesë e mirë e pyetjeve ka të bëjë me profesionin. Unë do ta nis me pyetjen e parë. Si ishte fëmijëria e Anilës në ndryshim nga ajo e fëmijëve tuaj? Ka qenë një fëmijëri pak më e lëvizshme, me shumë pak makina, me shumë hapësira për të luajtur, me ato lojrat e kohëson, që përmblidheshin lojrat me top, me ploça, me cingla, me symbyllka. Dhe mua këto. S'ke ku i luan me. S'ke ku i luan. Dhe lojrat të tilla që shpeshherë detyroheshim të fshiheshim dhe haronim që ishim fshehur dhe kur dilnim ne gjithçka kishte mbaruar. Kishte mbaruar loja. Po ju fshiheni kështu në lojra ajo me symbyllka apo ja? Ku ka fshehtë ose symbyllka në korsit tonë? Te nga në tona symbyllka e thon. Ku ka fshehtë dhe e keni marrë këto moderne. Symbyllka këtu të dy. Luani ju të dy, sa mirë më bëhet shefi që e shijoni dhe ju fëmijërin tuaj, jo gjithë ditën në telefon. Ju rini më shumë në telefon apo me lojra? Me lojra. Ju të sportit e mora vesh, e keni kohën e zen. Jonida, po s'mundësh gjithë ditën në mësime, duhet edhe të luash. Po ne s'po themi për mësime, ne po themi për kohën dedikuar fëmijëve kanë hapësirën për të mësuar dhe për të kënaqur. Luaj dhe unë ky më akuzon ritër ditën në mësime, më thot. Po ti Pumbi je shumë vajzë e mirë, sepse gjithmonë ne ndihmon atë të bëj mësime dhe të gjitha. Ne e dimë që detyrat e Pimbit i bën gjithmonë Pumbi. Kështu që e lema atë pjesë. Atëherë, pyetjen e radhës e vazhdon Tea. Pyetja e parë. Sa vite keni në profesion? Unë në profesionin e 5 vite mësuese, 24 vjet pedagoge. 30 vjet. Gati 30 vjet. Po. Kur e mendoj tani vërtet them shumë. Pimbi, forca. O, profesore. Jo pyetje të vështira? Jo. Cila ka qenë lenda juaj e preferuar në shkollë? Kur keni qenë fëmijë? Biologjia. Adoleshencë. Biologjia. Pse ju pëlqente lenda e biologjisë? Ndoshta lidhja me natyrën, pastaj ne zhvillonim lëndët që lidheshin me natyrën, ne i zhvillonim shumë. Madje ne zhvillonim dhe bujqësi. Bravo! Kështu që ne i preknim nga afër edhe bimët, edhe kafshët, edhe natyrën. Gjë që juve sot e keni pak të kufizuar. Mos them shumë.
O teta profesore, po pse zgjodhët gjuan ju dhe jo një degë të ti? Në fakt unë nuk e zgjodha gjuhën. Të zgjodhi Më gjua. zgjodhi gjua mua. Të zgjodhë ty. Po. Ashtu si zgjedhën gjua ime mjaltin? Ja. Edhe mundet. Përse zgjodhet gjuhën? Në fakt, unë kam lexuar shumë, që në vogli. Në një farë mënyrë nuk kam lexuar fare letërsi për fëmijë, kam lexuar vetëm letërsi për të rritur, që nga klasa e parë fillore. Por për ne libri ishte vetëm një zbavitje në atë kohë, nuk kishim zbavitje të tjera. Po. Televizori fillonte në orën 6 mbasdite dhe emisionet ishin të kufizuara për fëmijë. Kështu që ndoshta edhe për kënaqësi unë lexoja shumë, por letërsinë nuk e doja ta studioja, them drejtën. E doni thjesht të lexoni për pasion, Thjesht për të kënaqësinë lexoja, tuaj, jo thjesht për të ta lexoja studiuar, për për asnjë të gjë studime, tjetër. po. Por sigurisht në gjuhë isha mirë. Isha mirë, nuk e di pse. Biologjia më pëlqente, por në atë kohë nuk ka qenë ndarë biologjia nga kimia, ka qenë biokimi. Biokimi, po. Dhe nëse njërën e dëshiroja e dashuroja, tjetrën e ureja. Ne nuk e hodha fare për biokimi, por ndërkohë nuk e kisha hedhur as për gjuhë letërsi. Rastësia bëri që doli gjuhë letërsi. Dhe sot jeni një pedagoge, me cila keni ndoshta vlerësimin maksimal nga të gjithë studentët në bezat që keni kaluar, duke nisur nga unë. Shpresoj. Me kënaqësi. Profesor Anila, kam një pyetje tjetër. Patjetër. Si do ta përsaktonit me një fjalë gjuhën shqipe? Gjua shqipe, ju e jepni lëndën e gjuhës shqipe, hyni në brëndësitë të saj, hyni në fonetikën e gjuhës shqipe. Dhe në lëndë të tjera që ju jepni, me një fjalë, gjua shqipe. Sepse ata janë klasë e 4 të gjithë. E bëjnë lëndën e gjuhës shqipe. Kemi dhe në klasë parë. Edhe klasë të para ata të dy. Po, Ju bëni abetare. Po. për të Është gjithë po aq e fëmijët. mirë sa të gjithë gjuhët e tjera dhe po aq e pasur sa të gjithë gjuhët e tjera dhe po aq e nevojshme sa të gjithë gjuhët e tjera. E zgjata pak më shumë se një fjalë. Në rregull. Thatë që keni 5 vite punë si mësuese dhe më pas si pedagoge. Kujtoni pak 2 momente, ditën e parë të punës si mësuese, ku dhe kur, dhe ditën e parë në auditor. Ditën e parë të punës si mësuese kam qenë në një fshat të rrethit Devollit në Progër, një nga fshatra me traditë shumë të madhe arsimore. Dhe nuk e harroj, kam qenë në një klasë 5 me nxënës jashtëzakonisht mirë. Po. Ati kam ndenjur vetëm 2 muaj, sepse zvendësoja një mësuese tjetër. Po ndërkohë, në auditor kam filluar fillimisht si pedagoge me kohë të pjesshme, kështu që ka qenë paralelisht puna si mësuese dhe si pedagoge njëkohësisht. Pavarësisht se dukem kështu kaqëlirshme në të dy rastet, më është marrë goja, jam skuqur, jam gëlltitur shumë herë derisa Ku ka qenë më e vështirë për kam para atyre filluar. 11 vjeçarve apo para atyre para 20 11 vjeçarve? vjeçarve. Para 11-të, jo para 20-s? 20-ve, po. Ha, më shiko, pas keni fuqi më të madhe se sa ata që janë 20 vjeçar për të bërë një pedagog të stepet përpara jush. Normalisht isha në një moshë ku me ata 20 vjeçarët kisha pak diferencë moshe, kështu që e kisha më të thjeshtë të merresha vesh. Ndërsa me 11 vjeçarët ishte pak më e vështirë. Forsa Pimbi ke pyetje? Po. Jepi Pimbi. O mësuese, si është raporti juaj me studentët atje në shkollë? Po, me që di unë si mirë. Tani varet si thonë studentët. Ka student që thonë, o po, që është kjo profesori që na vjen. Ka student që më thonë, je mirë. Ka student që as më shojnë fare. Atëre, do zemë të mezit, je shumë e mirë. Po, kravim të mesit, në rregull. Është raporti ndërmjet pedagogut dhe studentit, raporti mes dy kolegësh, sepse në fundit studentët që ju përgatisni të gjuhë letërsisë, nesër do të jenë mësues, ndoshta edhe pedagogët e së ardhmes. Varet si i trajton. Për mua po. Unë madje që unë e parë ju them, sidomos studentëve sipas niveleve të bachelorit, ciklit parë, ju them, ju kam gjysmë koleg, ndërsa ata të masterit sigurisht i kam koleg. I keni koleg. Teta profesore, kam dhe unë një pyetje. Forca Bukurosha. Sa vite shkollë duhet të bësh që të fitosh grada shkencore, si që keni ju? Ska, nuk mbaron shkolla në këto raste. Nëse nuk vazhdon të punosh, mbetesh gjithmonë prapa. Aq më tepër në këtë kohë. Bravo. Të lumë. Sa periudhë kohore kërkon
mbrojtja e doktoraturës, më pas profesori asociuar dhe më pas profesor. Nuk po I përcaktoj sipas përcaktimeve të ligjit që janë me 5 vjet pas secilës gradë dhe më pas titull. Ideja është çfarë bën ti në atë kohë. Pra, nëse ti do të punosh, mund të punosh dhe të ecësh shumë më shumë se sa koha që të jepet në dispozicion, dhe pastaj nëse do të rish, mund të rish dhe të rjetën edhe mos bësh asgjë. Dhe mos bësh asgjë. Mundet na I thoni temat me të cilat ju keni mbrojtur doktoraturën dhe më pas gradën tjetër asociuar? Grada mbrohet me një punim të plot, doktoratura, dhe unë e kam mbrojtur në etnolingvistik, pra me të folmet e një zone të caktuar, cila normalisht më ka dhënë mundësinë të merrem jo vetëm me një zonë të caktuar dhe jo vetëm me gjuhën e saj, por sot kanalizojmë në disa studime të tjera, të cilat janë të kohëve të fundit, kryesisht në Shqipëri pas viteve 2000, që lidhen pastaj edhe me atë që unë e kam dashur shumë, edhe me biologjinë. Nuk I ndani biologjisë. Pra, ja që u ndërthurkan edhe biologjia, edhe gjua. Te biologjia është një lëndë shumë e bukur. Mos ja kujto se kthehet në kujtime. Jo, unë s'kthehem në kujtime sepse jetoj tashmë, jam aktualisht në disa projekte në të cilat do më duhet të eksploroj natyrën, fshatrat dhe të mbledh një uri edhe mbi biologjinë dhe mbi gjuhën. Dhe mbi gjuhën njëkohësisht. Pyetja e radhës është: si është sot Universiteti Fanoli? Duke nisur nga infrastruktura, stafi pedagogjik, studentët. Këtu më zini pak ngushtë. Normalisht kur ke qenë ti, Jonida, studente, ka pasur student shumë. Pra kursi I gjuhë letërsisë vajonte diku te 100-120 student në kurs. Sot është një keqardhje e madhe që unë bëj mësim kryesisht me 7-10-12 student, në rastin më të mirë. Nuk po diskutojmë infrastrukturën, sigurisht është shumë e mirë, ka mjediset janë të përshtatshme. Problemi është që ka një sër faktorësh që ndikojnë, qoftë nga brenda universitetit, qoftë nga jashtë universitetit, kështu që megjithatë unë mendoj që Universiteti I Korçës, jo thjesht dega e gjuhë letërsisë, I gjithë universiteti, ka mundësi të ofrojë edhe për ju të mendoni që nesër mund të studioni në Universitetin e Korçës për të patur një diplomë të vlefshme. Nga ana tjetër, I del për detyrë atyre si puna ime, pedagog, që jo thjesht ju joshin të vini në universitetin tonë, por edhe t'ju mundësojnë që të keni diplomat të cilat ju vlejnë për jetën. Jo ju vlejnë si kartona për t'i vënë në mur. Kështu që nëse doni të studioni në Universitetin Fanoli, në të ardhmen tuaj, sepse jeni ende klase 4, doni edhe një 10 vite të tjera, dyert e universitetit janë të hapur. Ndoshta mund të ndodhin shumë ndryshime mbase I rikthehemi të njëjtës kohë. Shpresojmë që po. Dhe ne shpresojmë që po. Çfarë rëndësie ka lënë ndaj fonetikës, ose më saktë, çfarë studion fonetika për të gjithë ata që nuk e dinë, duke nisur nga fëmijët që ne kemi në studio sot. E keni dëgjuar ndonjë lëndën e fonetikës jo? Unë jo. Po ti s'ke dëgjuar asgjë, as punë me ti vetëm mjaltë të dëgjon prindi. Unë po them fëmijët, sy alfabeti nuk të ka vajtur deri tek feja, aty deri tek meja, mjaltë tek kaq, nuk shkon më tutje ti pimbi. Ju e keni dëgjuar ndonjë fonetika? Jo. Po për shembull ju ka vajtur ndonjëherë mendja kur shqiptoni G U H A. Aja, çfarë zanore është? E hapur, e mbyllur? Nuk e dim, do të lutem tani, mos ju në gjëra që profesorja do t'ja u shpjegoj për çfarë flet fonetika dhe na jep një shembull të shkurtër. Mos u vështirësoni kaq shumë. Ju në klasë të parë mësoni alfabetin. Të gjithë tingujt që përmbajnë alfabetin I studion fonetika. Si formohen, si shqiptohen, çfarë karakteristika ka, pse lidhen me njëra tjetrën dhe si lidhen me njëra tjetrën. Besoj se është më e kuptueshme. Po. E kuptuat? Unë po. Po, unë librin e gjuhës e kam të ndarë në lexim dhe gjuhë dhe është fonetika në pjesë të gjuhës. Është fonetika, por aty trajtohen shumë pak gjëra. Po, pak gjëra s'është. Jo vetëm trajtohen shumë pak, por edhe përkufizimet janë të cunguara. Janë shumë të cunguara. Kryesisht trajtohen në pjesën e drejtshkrimit. Po. Pra,
Ajo, si isha poezia që për një me që ti se ve, fjala mi, Për një dë që të se vë, fjala der, bën fonetika. Ja ata të dy. Po. Sot nuk e kuptoj se çfarë ka, ndoshta është efekti mjaltit, po të dy po më kënaqin sot domethënë. Nuk e di. Ose është efekti mjaltit, ose është efekti profesoret që doni të tregoni që shiko se ne mësojmë. Po, edhe këta, edhe vërtet ne mësojmë teta profesore. Ti, Nuk e kam, por jo nuk e kam me Pimbi. ty Pumbi, nuk e kam me ty, e kam me Pimbin që sot ishtë zgjidhur goja. Fare. Unë i da se na turpërove fare para fëmijë. Po ti di që unë e të turpëroj, e të mbroj, e të dua, e të shaj. Kështu që Faleminderit. me ndërqofshi, ju lutem. Është varianti kush të shatë të do. Kush të shatë të do. Po. Profesora Anila, kam dhe një pyetje. Si e shihni brezin e ri të studentëve, por dhe të mësuesisë? Të studentëve të mësuesisë, Po. të cilët studiojnë për mësuesi. Atëherë, Sepse mësuesia është mision. po i ndaj në dy Besojnë profesion. pjesë. Po i ndaj në dy pjesë. Po marr pjesën e studentëve. Unë i mbajmë parimit që çdo brez që vjen është më i mirë se ai që ik. Pavarësisht se ne dëgjojmë shpesh nga të mëdhenjtë që si kemi qenë ne, ju të rinj të s'na arrini dot e sa gjysma jonë të jemi kështu me radhë. Do t'ja u thonë të gjithë. Nuk mbeten. Edhe ju kur të rriteni të keni fëmijët tuaj do t'ju thoni dhe ju atyre. Por të jemi të drejtë, ju keni më shumë mundësi, keni më shumë hapësira, varet si i shfrytëzoni. Kështu që të gjitha janë problem zgjedhje. Nëse ti zgjedh të ecësh mirë dhe ti shfrytëzosh mundësitë që ke, apo nëse ti zgjedh të rish në vend. Mundësitë praktike janë të shumta, mundësitë e burimeve janë të shumta, thjesht duhet të shfrytëzosh mirë. Përsa i përket atyre që përgatiten për mësues. Edhe këtu mund t'i ndajnë dy grupe. Janë studentët që vinë direkt nga programi bachelor, pra nga cikli i parë, që sigurisht janë më pak të përgatitur, por me më shumë mundësi për t'i filluar mirë gjërat, dhe pastaj është brezi mësuesve, që vinë dhe bëjnë master për të kualifikuar, për të ecur në profesion, të cilët kam përvojë dhe këtë përvojë e çojnë më përpara. Sigurisht që edhe këtu është çështje zgjedhje. Secili prej nesh ka të themi të drejtën e zgjedhjes nëse do të ecë në profesion apo do të mbetet në vend. Të mësuarit nuk mbaron kurrë. Po. Të mësuarit nuk mbaron kurrë. Forca Pimbi, pyetja e parafundit. Forca. Kush është pyetja e parafundit ama? Ore pyetje vetëm për profesionin keni juve, nuk s'pavi tani ndonjëherë. Si është të punosh, Pimbi? Amo Pimbi, Si është raport? Se deri tani po të mburnim. si është të punosh me studentët? Ha, po të ndihmoj unë. Me studentët. Jo. Ajo me llaf në veshta. Unë kam një pyetje tjetër. Forca. A mësuese të lutem, do të më bësh një nder. Nëse mundem, Kur të rritet edhe paka, ai fëmia që më solli mjaltin, a mund ta mbash pak me atër aty në universitet? ka dy kushte. E para duhet vi në universitet. E para. E dyta duhet vi në universitetin këtu. Po. Dhe tash edhe një kusht tjetër duhet vi atje te dega që japun mësim. Se ku ka kështu? Kështu që nëse do të mbaj mësuesja me atë, profesorja me atë në universitet, duhet të zgjedhësh degën e mësuesisë, Jo, degën e gjuletërsisë, profili gjuhë. Dakor? Mundësisht. Një këshill për të gjithë të rinj të cilët do të mbarojnë universitetin. Jemi në mes të majit, formulari është plotësuar nga një pjesë e mirë e maturantëve, janë drejt zgjedhjes përfundimtare të universiteteve, janë të ngarkuar emocionalisht me provimet e maturës shtetërore. Një këshill apo një orientim, sepse ju bëni edhe këshillimin e orientimin e karrierës për një pjesë të studentëve, të maturantëve, të cilët i ftonin në Universitetin Fanoli. E pare punës njerë, ata që do duan të shkojnë në shkollë të lartë, mos ndjekin modën. Pra, ky ka vajtur për këtë gjë, ky profesion është në modë, sot nuk ka modë. Sot duhet të zgjidhni një profesion që jo thjesht ju jep të ardhura, apo ju kanë thënë prindrit, por në një farë mënyre do duhet të shihni çfarë ofron tregu i punës, sa keni mundësi ju ta bëni dhe sa e mundur është që ta bëni.
Tregu u mbyt me profesionistë, specialistë të shkencave kompjuterike, të informatikës, të teknologjisë e informacionit. Mirë po, kjo e shkret inteligencë artificiale, po juve ca kryshin ca lloj profesioneve. Kështu që është e mira që ta shohin me kujdes atë që duan të zgjedhin. Shpeshherë ato profesione që dikur kanë qenë të edhe të përçmuara, edhe të përbuzura, edhe për të vënë në lojë, sot janë nga profesionet të cilat të sjellin ndoshta të ardhura shumë të mira, edhe punë të cilat i bën vetë pa u varur nga asnjëri. Kështu që besoj sa keni dëgjuar të gjithë, ju që jeni maturant dhe ndoshta keni ende kohë për të bërë zgjedhjen e duhur për të ardhmen tuaj, domethënë ajo diplomë të vlej. Ti jo thjesht të bëjmë atë shkollë, por që ajo diplomë mos flej me vite në sirtar, por të jetë e varur diku në një zyrë ku të hapet dhe të mbyllet gjithmonë dera me njerëz të cilët vinë dhe kërkojnë ndihmën tuaj për atë profesion që keni mbaruar. Tea, forca pyetja e fundit. Si është të punosh me studentët? Për mua është shumë mirë. Është kënaqësi. Është e vështirë apo? Në Korçë thonë gjithmonë që çdo profesion e ka nga një luk farmaq. Unë këtë farmaqin, me qenë se pëlqej shijen e hidhur, mundohem me gëlltit shpejt, po përgjithsisht me studentët kaloj mirë. Po. Nëse do punoja me fëmijë të vegjël, ndoshta ndonjë gjysmore dhe mund të kaloja mirë, pastaj e kam pak më të vështirë. Ose me arrush të vegjël. Ose me arrush të vegjël mirë. Po. Atëherë, keni ndonjë pyetje ju për profesoren? Kam edhe unë. Forca e fundit, po e fundit të vërteti. Të lutem, profesore, a ju ka mbetur ndonjë dëshirë që kishit ju që në fëmijëri që nuk e keni plotësuar duke ndjekur të degën e mësuesisë? Ose ndonjë pasion tjetër, diçka ku diun. Dhe ajo që më kishte mbetur peng për punën e biologjisë janë futur tani, kështu që besoj se kam plotësuar gjitha. Ka plotësuar. Mirë, ju keni ndonjë pyetje? Juve sportistët? Ata pyeti për to, për futbollistën e Për preferuar. futbollist, po patjetër. Me këtë do. Jeni me Skënderbeun vetëm juve apo? Me Skënderbeun që po zbret nga kategoria? Jo, janë me brezin e ri, i cili po ka perspektivë për ta ringritur Skënderbeun. Të shpresojmë që të na çoni prapë në kupa. Po, me ide, po. Atëherë, profesore, unë ju falenderoj që ishit në këtë pjesë të parë të emisionit Pimbi Pumbi dhe Miqtë e Vegjël. Faleminderit për gjithë batutat dhe energjinë pozitive që ju përcjellni. Ne do të kalojmë me pak minuta publicitet për të falenderuar si gjithmonë sponsorin ton gjeneral që është ëmbëlsia pafund pasticeri Diana. Do të rikthehemi sepse unë këtu kam shumë kampion të cilët kanë medalje. Jo Pimbi dhe Pumi që do t'ja u jap medaljen, hajde do t'ja u jap në fund të sezonit. Kampion të vërtet me medalje të vërteta, piktor të vërtet dhe super të talentuar. Si këto piktura do thoni këta janë piktor të vërtet. Ju premtoj për këtë gjë. Ma më vjen mirë se janë nxënës të shkollës ku kanë studiuar dhe fëmijët e mi. Në rregull, kështu që nuk i kemi goditur edhe nxënësin e të ftuar në kokë. Kthehemi pas pak, ka publicitet që ndroni në rreth Shkorça. Në pjesën e dytë e emisionit Pimbi Pumi dhe Miqtë e Vegjël dhe unë ja u bëra paraprit pasi përsollën profesore asocuar doktore Anila Maxhe, ju thash që kam piktor dhe kampion. Futbollist, po. Nuk e di sa medalje ka, do ta nisim me ata atje. Çon çik në këmbësh, edhe i gjatë jetë, dukesh bukur. Fillojmë çik numëroj. Sa medalje ke? 2, 3, 4, 5, 6, 7. Po ti do gjithë ato jep një mua. Ku i ke fituar këto medalje? Këto medalje i kam fituar në sportin e karates, ndryshe në gjuhën e saj quajtur taekwondo. Dhe kam marrë 3 vende të para, 1 vend të dytë dhe 3 vende të treta. Të lumta, bravo! Ke në shtëpi medalje apo këto ke të gjitha? Kam dhe 2-3 medalje të tjera. Pas ka 10 medalje, të lumt. O Jonida, po ky derisa të rritet do t'i bëhen 1 milion medalje, ku do t'i vendosi? Do shpoj vrimat e mujt do t'i varësh. Bravo. Në rregull. Të pëlqen taekwondoja?
Po, e kam lënë për arsye kohe dhe në taekwondo kam qëndruar 4 vjet me një eksperiencë dhe kam fituar shumë breza, por vetëm brezin e zi nuk mund ta menja. E që mos të rëndojnë shumë ato medaljet, mund t'japësh një mua. Ta të jetësoj. A mundet t'ja bësh qefin Pimbit të paktën sot, me qenë se ai s'është kampion as gjikundi, përveç në ngrënien e mjaltit, e sigurt që ai është kampion. E sigurt që ai është kampion. A ka mundësi deri në fund të emisionit, një nga ato medaljet e tua, atë çmimin e tretë, varja njëra ti të duket. Hajde. Po punë. Bravo. Një, jo të gjitha do ja kaputësh qafën. Do I rëndojnë. Një Pimbit dhe një Pumbit. Po. Jo dy jo, se I rëndojnë shumë ati, po një Pimbit, një Pumbit. Pumbit, ja të njëjta që mos zihet. Po. O Kalamaja, o telespectatorë, shikoni. Japini doja trokitje gjoja më Pimbit dhe Pumbit. Hajde, Pimbit dhe Pumbit kampion. Të lumë. Kemi medalje. Dgjoj. Tani mos na umburni. Buruni me medaljet tuaja, prandaj edhe shoku që ja u dha, do të tregoj që shiko se si që ka marrë ai medaljet, të merrni dhe ju, dakor? Ta mundohemi. Po Pimbi, Po. më vajti goja mbrapa duke të thënë, duhet të mësosh, sepse këta janë në klasë të 4, dhe ti akoma në klasë të parë. Pas pak ditësh do kesh festën e abetares, nuk e di unë ke mësuar vjershën apo jo? Po përgatitem. Dakor? Po ja mësoj. Ju, dëgjoj. Na bë një premtim që kur të kesh festën abetare do naftosh të gjithë për të dëgjuar ty. Patjetër. Do shkojmë? Po, Do shkojmë, në rregull. Të lumt, shumë bukur. bravo të qoftë për të gjitha medaljet që ke marrë. Po mora një medalje. Bravo, të lumë. Super Matia ka një tjetër medalje. Unë I them Super Matia, sepse kështu I kam thënë që I vogël, për shpejtësinë që kishte si rufe në përgjith pallac. Matia, mbaj mikrofonin zemër dhe tregojmë pak medaljen. Çojmë në këmbë. Përse ke fituar këtë medalje? Jo, mos e hiq, se të shkon kështu. Se kam fituar për kupën e Shqipërisë. Shojmë. Kupën në kategorinë e dytë. Kupa në kategorinë e dytë. Matia, e vendosim kështu ta shohë në kamerë, ta shohin dhe të gjitha ata fëmijë të cilët duan të marrin medalje si ju. Matia, ti je në ekipin e Skënderbeut? Po, e mbaj mikrofonin. Për çfarë grup moshe? Për U10-ën. U10-ën. Shumë mirë. Po një përshëndetje do t'i jepni profesorit tuaj? Po. Si ka emrin profesori? Daniel Jano. Daniel Jano, japim profesorit një duar trokitje dhe një përshëndetje? Sepse pas ka vërtet kampion profesori në U10-ën e Skënderbeut. Në rregull, Matia, çfarë ke përgatitur për sot? Një vjeshtë. Piktura? Po, kisha të piktura. Pikturat e tua? Ku janë pikturat e tua? I I kemi lënë atje, po kemi të ekspozuara shumë piktura të fëmijëve, kështu që dhe kamera mundet t'i fokusoj, pa nga ja ku duken të gjitha sa bukur. Matia, një vjesht, diçka apo një përshëndetje, kthehemi nga kamera me llam të kuqe dhe themi. Jam i zogjve. Për ta ka ngritur me mira fole. Krejt pemët e blerta që atje e balkone, për ta I ktheva në stre. Foleti kam shtruar me pupla të buta. Shiu si ze, era si re. Në vjeshat e mia të gjitha I futa, zemrën e bëra fole. Të lumë, Matia, bravo. Forca. Kemi një tjetër, ta mbarojmë këtë anën këtej, pastaj fillojmë me kampionët e tjerë. Kemi një tjetër me uniformën e Skënderbeut, edhe ti jetë e U10-a besoj apo jo? Po, shojmë te kamera drejt dhe na tregoj eksperiencën tënde. Je në basketbol apo në futbol? Basketbol. E se ka topin poshtë prandaj. Bravo Tea, nuk e vurare, të lumë në basketbol. Shojmë nga kamera drejt dhe na trego përse të pëlqen kaq shumë sporti I basketbollit. Sa vite ka ke? formuar, je bëri gjatë, elegant, të lumë, na trego pak për eksperiencën tënde. Sa vite ke në basketbol? Në basketbol kam 2 vjet. Çfarë të pëlqen në basketbolli? Më pëlqen Çfarë të pëlqen tek basketbolli? Të pëlqen puna në grup kur në luani. grup kur luajmë ndeshjet, kur luajmë kundra ekipeve të tjera. Keni fituar kupa? Po. Oh, sa bukur. Luan me ekipin e Skënderbeut apo jo dhe në ekipin e shkollës? Luaj në ekipin e Skënderbeut. Të lumt. Po mirë, nga ana e basketbollit do të japim përshëndetje dhe një duar trokitje profesorit. Emrin e profesorit? Ilir. Profesor Iliri. Japim një duar trokitje për gjithë brezin e ri të basketbollistëve që përgatit.
diçka për sot, do themi një vjesht, përshëndetje, çfarë kemi? Një vjesht. Po, e themi vjesht. Jam ik i zogjve, për ta kam ngritur me mira fole, krejt pemët e blerta që ati e balkone, për ta i ktheva në stre. Folet i kam shtruar me pupla të buta, dhe shiu si zë era siren, në vjeshat e mia të gjitha e futa, zemrën e bëra fole. Zemrën e bëra fole. Bravo. Keni të njëjtën vjesht me Matian, nëse keni të njëjtën vjesht, atëherë më mirë bëjmë përshëndetje dhe zgjatim bisedën për gjëra të bukura që ju doni të tregoni. Vazhdojmë me kë kemi nga sporti këtej? Nga sporti ti. Çojmë në këmbë dashur. Daria apo jo? Daria. E mbajmë temën. Daria, shohim te kamera me llam të kuqe. Daria, sportiste tjetër. Teniste. Tenis, po. Unë kam qenë prej disa muajsh aty dhe ishte një sport shumë i bukur dhe unë këtë vit do ta rifilloj sërish. O Daria, do më mësosh dhe mua tenis se më pëlqen shumë. Po, sigurisht. Faleminderit. Më duket se u zilitosën apo u ëmbëlsua nga medaljet ata të dy mojtea. U ëmbëlsuan nga medaljet. Ti Daria si thua, ke dëshirë apo a ka mundësi që pimbit e pumbit të bëjnë tenis, të mësojnë lojën e tenisit? Po. Ka mundësi. Bravo, të lumë, të kemi shoqe të mirë, të duam shumë. Me kë profesori në tenis? Me Ervinin. Me profesor Ervinin. Ne i përshëndetëm të gjithë profesorët, kështu do t'japim një duar të rritje për profesor Ervinin. Është shumë bukur kur gjithë fëmijët merren me sport përveç mësimeve, se mos i harroni mësimet apo jo? Po. Përveç mësimeve ju merreni dhe me sport dhe është një gjë vërtet shumë e bukur, sepse ja u plotson atë kohën tuaj, jo me gjëra të themi deri diku boshe siç mund të jetë për një kohë të gjatë në telefon, apo të merreni me diçka e cila nuk ju jep produktivitet, por sporti ju jep fuqi, ju jep energji, ju kalit, ju jep ndoshta edhe një profesion, sepse ka shumë nga ata që e kanë patur pasion tenisin, futbollin, basketbollin dhe të nesërmen në të ardhmen janë bërë futbollist, janë bërë trajner dhe pse jo të bëheni dhe ju, apo jo? Atëherë më duket se ti ishe sportiste se ngritet dorën apo jo? Po do më japësh dhe pikturat e tua të bukura. Edhe sportiste, por dhe piktore. Atëherë, më trego pak për veten, çfarë sporti praktikon? Unë luaj volejboll. Shojmë dhe kamera drejt? Të pëlqen volejbolli? Po. Sa vite ke ose? Një vit e gjysëm. Një vit e gjysëm. Merresh me ekipin e shkollës apo je në klubin shumë sport të Skënderbeu? Jam në klubin e shumë sport të Skënderbeu. Shumë i domethënë ti je nga ekipi i volejbollit dhe kjo është bluza jote me emrin Edea? Edea, po. Të lumt Edea, keni bërë ndonjë ndeshje ku keni fituar ndonjë kupë apo ndonjë medalje? Jo, s'kemi bërë ndonjë ndeshje. Akoma jo, në rregull. Po i përmendën profesorin e basketbollit, të tenisit, të volejbollit, jo, të futbollit, po të volejbollit kë kemi? Helena. Profesor Elena, japim një dorë të këtij Elenës. Elena është dhe kapiteni apo jo ekipit të Skënderbeu, të lumt. Çfarë pozicioni ke në volejboll pasuese ose? Nuk kam ndonjë. Nuk e ende, dakor, do të pozicionohesh. Shohim këtu kemi një bostan me pika, apo imonik si themi ne në kort. Ke pikturuar vet? Po. O, sa bukur. Pëlqen vizatimi? Po. Po pimbin ku e ke? Jo, ka për Boronica, Lili Lafec. Janë të shëndetshme. Janë shumë të mira, pumbi, janë shumë të mira. Wow, kjo lulja roz. Fa sa e bukur. Limoni? Shikojni, është kështu fëmi. Shiko sa pikturat të bukura. Nuk më tha kot mësuese Mirela muaj që shiko se klasën e kam shumë të talentuar. Me kam nxënësit më të talentuar dhe bravo. Të janë dhe piktorë, edhe sportistë, po dy sportistë dhe artistë, asaj gjë e bukur që qanë. Po ju pse ullët tonin apo çpatët? Po i rëndon medalja, më duket i rëndon. I rëndon medalja. Medalja në fakt, po të Edea, rëndon me barku çfarë ke nga përgatitur mjalti. sot? Të njëjtën vjeshtë. Të njëjtën vjesh, po mirë, do ta bëjmë përshëndetje atëre më mirë? Kë do përshëndesësh? Ke plot familjen tënde, Pimbin, shoqet e Pumbin. ekipit, Pimbin dhe Pumbin. Familje. Bëjmë një përshëndetje për familjen. Përshëndes familjen time. Në rregull. Hajde urdhëro. Vazhdojmë akoma me sportistët, më pas me të tjerët. Se kemi 2 medalje. Atëherë, kemi medalje
Balkan Promises Football Festival. Në Gjermani. Kuma? E kam marrë në Gjermani këtë. Prisni pak, se mua vërtet më tha mësuesja që kam kampion, po jo... Ke shkuar në Gjermani, ke luajtur ti? Po, kam vajtur me familjen time. Ndajtën ca pushime, dhe pastaj u regjistrova në sport dhe verëm ndeshje, dolëm vend të dytë dhe fitova një medalje. Oh, të lumë Shkoj për pushime me medalje. Atëherë, Edhe ne fituam medalje. si është të jesh në ekipin e futbollit Skënderbeu? Është shumë bukur. Shkojmë te kamera drejt. Çfarë do të thotë për ty ekipi Skënderbeu, sepse klubi shumë sportër Skënderbeu ka një emër me dekada, kështu që dhe brezi juaj besoj se do ta çojë përpara ata apo jo? Po. Çfarë ndjen për shembull në një fush kur luan, kur bën që ke një ekip kundërshtar të cilët janë moshatarët e tu dhe dëgjohet emri tënd ose ekipi Skënderbeu, Ke emocione. Ju jeni në U10 apo jo? Po, në U11. Në U11. Në U10 ishte Matia, më fal. Po. Atëherë, çfarë ndjen ato momente? Më thuaj pak. Shumë emocione. I kontrollon unë kur më marri medalje. Po, më trego diçka më shumë për sportin. Si ka lindur si dëshirë tek ty? Si ka lindur si dëshirë tek ty? Ideja për të qenë ndoshta nesër një futbollist i të ardhmes. Që kam dëshirë të luaj me kombëtaren Kuqezi. Bravo, ja tifozja. Ku humbe ti ore Pimbi? Eja këtu po rregullon medaljen që mos i bjeri. Thash se fjeti. Unë thashe po merret prap me mjalt. Po mjaltin e kam mbaruar aja rohet atë punë, po thash se fjeti. Ja, po rregullon medaljen. Të lumë. Unë të uroj më të mira, po të lutem emrin e futbollistit të preferuar se sikur s'ma the. Cristiano Ronaldo. Të gjithë. Forca, ja japi mikrofonin shokut, ekipi Skënderbeut përsëri. Çojmë dhe shohim te kamera drejt. Edhe ti je në futboll besoj. Nuk më the kishe vjesha gjithë çfarë kishe përgatitur? Po do bëjmë përshëndetjen, se kështu nuk do t'i ikim. Ma jepi sekond të lutem, më fal. Bëjmë përshëndetjen, forca. Unë i bëj përshëndetje familjes time. Tjetër. Mësuese Mirelës. Profesorit të sportit. Si ka emri? Ligora Shtiko. Një Eduard Rokite, se emri i pari se emri tjetër. Sa shumë profesor kemi Eduard Rokite sot dhe e meritojnë të gjithë. Bravo, më vjen mirë që jeni kaq të talentuar. Të lumtë dashur. Ja japi mikrofonin shokut. Quhem Alteo dhe kam 2 vit që bëj pjesë në Akademinë e Skënderbeut. Të lumt. Je me futbollin apo jo? Po. Të lumt. Çfarë të pëlqen tek ekipi jot? Më pëlqen kupa dhe më pëlqen është një klub futbolli i suksesshëm. Po, në rregull. Sa vite ke në sport, në futboll? 2 vjet. 2 vjet. Po dëgjoj, ti je dhe i gjatë, të kam propozuar ndonjëherë të merresh edhe me futboll? Po, me volejboll, më fal, volejboll ose basketboll? Në futboll është. Po, jo, se basketbollin se kam ai. Nuk e ka që. Në rregull, do të na mbash me këmbë apo me kokë? Çfarë do të performosh për na? Po. Ku jemi zoti, me këmbë apo me kokë? Ja mbaj pa. Ti je ndihmës për me kokë apo me këmbë? Me këmbë, do ta provoni të dy? E provojmë të dy. Njëri këtu tek hapësira e vogël që ne kemi. Sa qef! Urdhërojmë. Forca në fund. Ja të shikoj, ja të shikoj. Po, jep mua të dukem dhe unë sikur ka medalje. Bravo, jeni da e meriton medaljen ti. Faleminderit, Pumbi, sa vajzë mirë je, o zot. Po, fillojmë 1, 2, 3, jepi. Edhe njerë, e përsëritim prapne, që keni ju? E bëjmë edhe njerë mirë, Bravo, të lumt. Të lumt. Edhe ne marim vesh nga sporti. Forca, jepi, tani është rada jote. Mjafton, japim Eduard Rokite shokën. Një përshëndetje apo një vjesht? Të dish me kam një lloj si shokët. Po mirë, dëgjoj, kemi dëgjuam 2 herë, do ta dëgjojmë edhe një herë. Forca, e themi. Festival pak medalje, se i kampion. Shohim te kamera drejt. Jam Miki Zoqve, për ta kam ngritur me mira fole. Krejt pejmët e blertë
Shiko, më duket se harove. Bëjmë përshëndetjen më mirë? Emocion djali. Po, normale. Emocione. Futbollistët kanë gjithmonë emocione. Po, Kurse kur janë në Me fushë, po e të- çlirojnë ata adrenalinë, Olta nuk kanë emocion, nuk kanë emocion. Nuk kanë Ai ka emocione. frikë se mos i marr topin. Atëherë bëjmë një përshëndetje. Unë përshëndes familjen time dhe shokët tim të skuadrës. Shokët e skuadrës, të lumt. Edhe pimbin e bombin. na ruat neve. Deri tani kishim çuna me medalje, tani kemi një vajzë me medalje. Japi Wow, wow, mikrofonin. wow, Shokët. Po si, pse vetëm Se ti? vetëm t'jenë të... Po, Unë quhem Klora Kreka, jam 11 vjeç dhe kam 4 vite në basketbol. Ka medaljen e ke marrë në basketbol. Po, shohim nga kamera Klora. më pëlqen shumë të luaj ndeshje dhe të fitoj, por gjithsesi unë kam edhe disa vite të tjera në kurs pianoje dhe kam dalë në festivalin e fëmijëve dhe kam kënduar këngë, kam marrë çmim të dytë. Oh, Luaj, Po, erën tjetër kur të vish në emisionin e fëmijëve, mundet të na vish me Se na këngët. këndoj këngën. Kësaj radhe në festivalin e fëmijëve në qytetin e Korçës do të përfaqësohesh me ndonjë këngë apo jo? Po. Na premton që do të vish ta dëgjojnë të gjithë publiku këtu në shtëpizën tonë të bukur të Pimbit dhe të Pumbit? Po, unë kam përgatitur një këngë që do ta këndoj me shoqet e mia, Sarën, Dean dhe Darjan. Sa bukur, do ta këndoni sot këtu? Po. Sa bukur, na kënaqet, po. Një këngë që kam në gjuhën time maqedonase. O, të lumë, sa bukur. Pra ti je nga Shumë. Maqedonia. Po, atëherë nga Prespa, Nga Prespa. të lumt, çfarë ke përgatitur për ne sot? Përveç asaj këngës që do ta themi në fund apo vetëm atë? Një përshëndetje. Kam përgatitur këngën, Virshën nuk arrita do të mësoja, por unë përshëndes familjen time, mësuesen dhe profesorin e basketbollit, Dhe Si pimbin quhet, e po, bombin. Emrin e profesorit? Bruno. Profesor Bruno. Po. Atëherë, Profesor Bruno ne kam dhe unë profesor fizikulture në shkollën time. Samir. E keni dhe ju? Na përshëndesin dhe ne, por ne Çan ata të dy sot bëjnë një përshëndetje dhe atyre të dyre, ose ata janë mësuar që fëmijët Ti përshëndesin. duan vetëm ata Përshëndes edhe ekskluzivitet. përshëndetje dhe suksese. Atëherë, portieri është i fundit, Portieri është i fundit, prit, ëmbëlsira për në fund, jo i fundit, po ëmbëlsira për në fund. Mi jep pikturat, edhe sportist, edhe piktor, edhe nxënës i mirë besoj. Të gjitha bashkë, çfarë klase pas ka mësuese Mirela. Më prezanto si quhesh dhe më trego pak për dëshirën e sportit. Unë quhem Kristian dhe dëshira ime e sportit është që të ecë përpara dhe të bëj një futbollist i suksesshëm. Si cili futbollisti jo ti Si preferuar? Ronaldo. Si Ronaldo, ja prapi. Ai është. Kot në 200-300 djemë që kanë ardhur këtu në këtë emision. Po normale. Gjenemis na sa gjete në një ekip të Gjermanisë. Tha se do theshe për Gjermanin, do theshe në një ekip të Gjermanisë. E po mendoja Matian me ekipin e Gjermanisë. Atëherë, Kristian, Do të nga me Pumbin. e tham që Me ty jam nuk të futbollisti jot i preferuar është Cristiano Ronaldo, merresh me ekipin e Skënderbeut me futboll, keni fituar ndonjë ndeshje, keni ndonjë kupë të vogël në klubin tuaj? Po. Vërtet? Më kundër kujt e keni marrë? Si se mbaj mend tamam. Me ekipin që keni luajtur? Me një ekip që kemi luajtur pas Për momentin nuk të vjen ndërmend. Mirë, gjithsesi, të lutem, këto pikturat janë shumë të bukura. I ke pikturuar ti vetë? Shikoni pak. Po. Kristian. Kristian, cila ka qenë ndeshja më e fortë që keni luajtur në futboll? Me cilin ekip? Me ekipin e Tiranës. Me ekipin e Tiranës dhe si dolët? I keni mundur ose keni fituar? Barazim. Shumë mirë. Edhe kjo është një arritje. Barazim për kë? Mundet ja shpjegosh pak se çfarë është barazimi? Barazim quhet kur dalin të dy ekipet me një rezultat. Dëgjove, do ta mësoj kë kur. Ashtu. Të lumt Kristian. Çfarë ke, do na thuash diçka sot apo jo? Kam një vjeç që po e kam
Të gjithë klasa sot s'ka bërë vakisht, gjithë klasa ka mësuar të njëjtën vjesht. Me qënë se shoku e harroi pak, mundet ta thuash? Jam mik i zojshve, jam mik i zojshve. Jam mik i zojshve, për ta kam ngritur me mira fole krejt pemet që ati e balkone, për ta i ktheva në streh. Foleti kam shtuar me pupla të buta, shiu si zë, era si reh. Në vjeshat e mia të gjitha i futa dhe zemrën e bëra fole. Ja japim mikrofonin portierit. Çohemi në këmbë dhe portieri ka medalje. Urdhro. Me këtë vjeshën që e kanë mësuar të gjithë, sikur atë fole në ta kishin ndruar me koshere, do ishim kënaqur. Po, Zojtë nuk vjen në koshere, kanë jo mikrofonin mi, pak dorezat. Dorezat, po. Këto janë dorezat e futbollit, e portierit. E portierit, nga goditjet e mëdha nga fuqia e topit, ato dëmtohen, po duart e tua dëmtohen? Jo, sepse veshin dorashkat edhe po i veshe dorashkat nuk të dëmtohen duart. Nuk dëmtohen, në rregull. Shojmë te kamera me llampë të kuqe, më trego pak. Ti je në U10 jam në një ekip me Matian. Je në U10 në një ekip me Matian dhe medalja besoj se është marrë në të njëjtën ndeshje apo jo? Po. Në çfarë vendi zut? Vend të parë. Vendin e parë, po kundër kujt e kishit? Po, bëm kundër shumë ekipësh të rajonit të Korçës dhe ne dolëm me asnjë humbje. Me asnjë humbje, tani super dua përfiti për shkakun. Jemi krejtë. Elasim barazim, asnjë humbje, asnjë barazim të fitore. Rini ju të dy, mos mësoni as ben as zhen ju të dy. Këtë do që ja themi pimbit. Pimbit, po më duke se ajo pumbi sot, se qarë ka është ndikuar nga pimbi, se qarë ka në ata të dy nuk e kuptoj. Po kemi darëm mjaltin e kemi marrë dhe medalje, qatë ditër të kemi. Kam futur putra dhe po hanë mjaltin të dy ati dhe fare nuk e ka mendjen, ma infektovi me këtë mjaltin që i sole more kapiten. Ma infektove dhe atë pumbin, e kisha vajzë të mirë, po sot... Mirë beri, shumë mirë beri. Sot u bësi pimbi dhe Sa ajo. të novat kërkoja të ushime, sollën mjallë. Po pse qka mberi që amber si pimbi, unë mundojmë t'jem korekt dhe e drejtë. Mos qaj fare, po më duke se sot të ka pëlqyer më shumë mjalti. Në rregull, çfarë ke përgatitur? E ti kur të bësh Ari do të Kam përgatitur vjeshën me të njëjtë si të njëjtët shokë. Mos e themi më të njëjtën, po do themi përshëndetjen, forca. Unë përshëndes familjen time dhe profesorin e ekipit. Dhe profesorin e ekipit. Apo keni të njëjtin profesor? Kemi të njëjtin profesor. Ishte i njëjti profesor, profesor Liço. Jo, Danieli, më fal. Urdhro. Atëherë, mbarua me sportistët? Po. Me duket se ja japi mikrofonin shokut në fillim dhe fillojmë me pikturat. Piktura. Mi trego pak ato pikturat që ke. Jo, mos i marrim ato që kemi aty sepse kamera po i fokuson të gjitha, por ke piktura të tjera. Mi jep mua. Luan ndonjë sport? Në shtator do futem në kursin e basketbollit me shokun tim Arteon. Sa bukur. Mos ka bërë pimbin? Jo. Çfarë race qeni është ky? Pitbull. Ky është pitbull. I keni natyr qenë, ta se ju njëti maleve. Unë nuk e kam frikë se e ftras mamin. Po shumë të egrë e ke bërë. Litanaj është një album që kam vizatuar disa gjëra të ndryshme. Kjo është shumë e bukur. Vërtet, na kanë ardhur vërtet fëmijë shumë të talentuar, por me piktura kaq të bukura, gati vetëm piktorët e shkollës Tefta Tashko Koço na kanë ardhur në këtë nivel. Ata të cilët kanë pikturuar dhe të gjithë shtëpizën tonë. Ndërsa pjesa tjetër është një filmi që shikoj unë. Pra si quhet personazhi? Lufi. Të pëlqen të vizatosh? Po. Në kohën e lirë vizaton, shikon telefon apo luan ndonjë sport? Dhe vizatoj dhe luaj sport, edhe luaj telefon. Telefon tani se shmangim dot. Po libra ju pëlqen të lexoni? Jo, Nida, më fal, duhet të lexojnë shumë libra. Se po s'lexuam libra nuk zhvillojmë, nuk ecim përpara, librat na mësojnë shumë gjëra, libra artistik, shkencor, shumë piktura të bukura, edhe kjo më bëri përshtypje mua ndale tash.
Je frymëzuar diku për të bërë këtë pikturë? Apo janë personazhe që ti sheh? Janë personazhe që më pëlqejnë shumë. Janë personazhe që të pëlqejnë, të lumtë. Çfarë kemi përgatitur sot apo të njëjtën vjersh? Të njëjtën vjersh do themi një përshëndetje. Unë përshëndet familjarët e mi. Po. Mësuesen time. Pimbin. Dhe mësuese të gjuhave të huaja. Po. Çfarë bën atje? Anglisht dhe frëngjisht. Në rregull. Të lumt. Ja japi mikrofonin Bjondit. Mi jep mua pikturat. Oh, wow, sa bukur. Noel. Atëre shiheni pak të pikturën këtu. E ke pikturuar vetë këtë pikturën? Jo, në kursin e pikturës. Je në kursën e pikturës, tek qyteza e fëmijëve besoj, tek qyteza. Ka dashur shumë kohë kjo pikturë, domethënë për sa e ke mbaruar? Po, kjo 2 muaj. 2 muaj. Shumë e bukur. Pumbi, ju pëlqen? Ta shikoj një çikën. Sa e bukur, fantastike kombinimi ngjyrave të lumtë. Dhe e forta është se ka pikturuar libra të cilat mundet të lexohen nëse ke dëshirë dhe në dritën e qiririt. Na i lexonte Tamona ato. Po prit mos ta zbuloj një sekond se kemi prallën e me nën Amonën, po prit. Atëre, çfarë është kjo? Këtu është vizatuar një zog. Një zog. Të pëlqejnë kafshët? Po. Ke kafshë në shtëpi? Jo, kisha zog për... Prandaj ka vizatuar. Prandaj ka vizatuar, se i pëlqen zogjt. Do të bëjmë një përshëndetje, apo vjesh? Vjesha është e njëjta. Është tjetër apo e njëjta? Po, është tjetër. Në rregull, këtë do ta dëgjoj me kënaqësi, forca. Qeshiza të poqin e po ku qelojnë po shpejmës cullët, kokrative shtrojnë. Kokrative shtrojnë quna e qupa duart lartizjasin, po nuk i arrinë ndaj zënë së rasin. Kokrat e qeshisë besi kur s'dëgjojnë, dhe gëzat nuk i ulin që cullët i provojnë. O qeshit e kuqe e mbushur me lëng plot, pse qëndrolin lartë, se si u zemët dot. Po të ishin poshtë, nuk do na kishit lënë, ashtu të papikura do na kishit ngrenë. Do na kishit ngrenë, sa bukur, bravo. Atëherë me ju mbaruam, kemi një bukuroshe që është veshur e gjitha pranveri, jemi në mes të muajit maj. Lule. Po dhe e forta është se piktura e ka njësoj si fustani. Jo mbaj vetë që të bëj dallimi kush është më e bukur, vajza apo lulja. Ha Pimbi? Vajza. Unë. Po nuk e ti mi bukuri. Po jo, ti nuk e ti tash. Mi bukuri është vajza me emrin? Ema. Shumë e bukur. Me çfarë ke pikturuar? Me bojra, me penel, me çfarë është bërë kjo? Me bojra në një fletë. Me bojra në një fletë. Me ndihmën e një shoqe. Të lumt. Atëherë, çfarë të pëlqen? Cila është lënda jote preferuar në shkollë? Anglishtja. Shohim te kamera det anglishtja. Sporti jot i preferuar? Volejboll. Merresh me sport volejboll? Jo shumë. Po mirë, na trego diçka më tepër për veten, përveç se je e talentuar në pikturë, tjetër? Lexon libra, për shembull, të pëlqejnë librat? Jo shumë, po lexoj disa. Lexon disa. Kam bërë edhe një pikturë tjetër që kam bërë me gjithë motrën time dhe me ndihmën e motrës. Kemi të njëjtën, po ajo e kam në një tabelë. O Jonida, të lutem ti bëj një pyetje kësaj vajze Sona? Po, ti bësh. Po kush është libri i fundit që ke lexuar ti? Nuk e mbaj mend shumë. Po mirë, nga gjithë librat që ti ke lexuar, apo pak që ke lexuar, personazhi jot i preferuar? Ose dhe nga prallat, nga gjithë prallat e Disneyt, cili është personazhi jot i preferuar? Unë kam ikur në Disney. Ke shkuar në Disney, ke parë paradën e famshme të Disney. Një ditë të tërë kam bërë. Një ditë të tërë të lumë. Mo ju të ditë shpatës? Bravo, po janë neve, do kemi fata shikoj. Ju britni maleve akoma. Qa t'ju them unë ju të dyve? Të lutem, më thuaj pak, cila ishte personazhi jot i preferuar atje? Kur bra të paradën. Bibi. Hirushja, sepse ka të fustanin magjik apo jo? Maj. Çfarë do të thuash për ne sot? Një vjeshtë kam qershizën. Qershizën? S'ka që e dëgjojmë për herë të dytë, forca, e dëgjojmë qershizën. Qershizat të poqen e po kuqilojnë, poshtë pej me sullët kokrat i vështrojnë, çuna dhe çupa duar lart e zjasin, po nuk i arrin, prandaj zënë thërasin.
Kokrat e qershisë bëjnë sikur dëgjojnë, dhe gëzat nuk ulen, cullët i provojnë, o qershi të kuqe mbushur me lëng plot, pse qëndroni lartë sa si u zemë dot, po të ishin poshtë nuk na kishi lënë, dhe ashtu pa pikur do na kishit ngrënë. Të lumë, shumë urdhëroj, dashur, urdhëroj. Kisha dhumë të qeshtis ka t'i bënja për shumë Eja, prit edhe një 2 javë, sepse ka qelu lulja e qershis, jemi në mes të muajit maj, më pas, fillon qershori, do hash, do shqepesh. More vesh. Po juve ju përqen qershit? A, të lumë. Po mos ani shumë që të mbeten për mua. Mirë, ata hall këti. Ty të kemi dhënë mjaltin tash e të ngome sot. Do dhe qershitje. Qojmi në këmbë dashur, shojmë drejt. Ti thej që vije nga Prespa, je minoritare Maqedonase. Shumë bukur. Ke shumë shoqe këtu, apo jo? Po, kam. Sa kohë ke që ke ardhur në Shqipëri? Në Shqipëri kam... Këtu ke lindur, në Korçë ke lindur. Në Korçë ke lindur. Prespa është shumë e bukur. Prespa ka liçenin ndoshta më të bukur për mua në të gjithë Shqipërinë. O Jonida, po ku ta shikosh nga afër? Unë e kam parë nga afër, ju keni të drejtë sepse kaloni përmes parkut kombëtar të Prespës, shkoni, s'keni as kufi as gjë, ndodheni mes 3 shteteve, sepse Prespa ndodhet liçeni Prespës mes 3 shteteve, mes Maqedonisë së Veriut, Shqipërisë dhe Greqisë, kështu që kam dhe një tjetër. Këto janë pikturat e tua. Wow, sa i ke pikturuar vetë? Je në ndonjë kurs pikture apo është? Po, në qytetin e fëmijëve. Në qyteza. Atëherë ne i përshëndetim gjithë mësuesit, po me kë mësuese je? Me mësuese Genën. Me mësuese Figena Ninin. Po, në rregull, japim një turqitje. Të lumë shumë të bukur. Ja një që s'është me Bayernin, s'është me Realin, po është me Arsenalin. Në rregull, s'është me Realin, është me Arsenalin. Unë thash Bayernin se me ati janë vetë, më shka u goja mu. Po qa të bëju? Ky është modeli apo dhe këte ke bërë piktur ti? Do t'a bëj, do t'a Kjo do t'jetë një nga pikturat të cilat do t'na i prezentoj kur të vish herën tjetër, apo jo? Po. Për ne ke përgatitur përveç këngës. Një vjeshtë. Dhe një vjeshtë. Po, për vjeshtë. Vjeshtë e artë pa më thuaj qëfar dhurate më ke sjell mua, vjeshta qeshi dhe më thot të kam sjell dhurata plot, hapi do çka vogëlush, plot me fruta të tim bush, moll dart fto një rush. Të lumë. Bravo, të lumë. Të lumë. Atëherë, kemi atë sy bukurin atje dhe më pas kemi ty, unë nuk ta harrova. Po këta që kanë të gjithë artistë, jo nuk... Qojmi në këmbë të lutem, mi jep Jonis pikturat, se pas ke plot, që më ndihmo pak teja. Atëherë, të thuaj pak emrin të lutem dhe shojmë te kamera drejt. Unë jam Roan Taçi dhe unë jam 10 vjeç i gjysëm. Kur kam kohë të lire mua më pëlqen të vizatoj shumë. Po. Ta lumt. Çfarë ke vizatuar këtu? Është një? Është një. Ato lojrat. Po. Aha. Se shikon emrin. Po. Atëherë edhe këtu? Baba. Edhe këtu është njëti personazh apo jo? O Jonida, pa ato shkëlqejnë shumë, me se i ka bërë ai djali. Me çfarë ke përdorur për të pikturuar këto? Bojra uji? Po, bojra uji. Bojra uji, pumbi, bojra uji janë të gjitha. Edhe këtu në kjo piktura? E kam bërë që dje atë. Ke bërë dje? Ke bërë enkas për të ardhur në emision, apo jo? O, faleminderit, urdhëro. Janë të gjitha shumë të bukura. Shumë të bukura. Çfarë ke përgatitur? Po s'kam përgatitur gjë. S'ke përgatitur gjë, po ja do t'ua përshëndetje se s'bën, nuk do të shpëtosh pa përshëndetje. Unë përshëndes familjen time. E përshëndetën familjen. Po. Kemi edhe këtë bullafiqin me sytë e bukur i cili plot shkëlqimi ka ato. Më të bukur se ti me ti ka. Më të bukur se tënde ti ka. Hajde të shikojmë një çikte. Petro Panolli dhe jam 9 vjeç. Unë jam Petro Panolli dhe jam 9 vjeç e gjysëm. Petro, ti ke pikturuar katedralen e Korçës. Po, dhe lexon gëzuar pashkët të cilat ishin në datën 20 të muajit të shaja këtu. O, shiko sa bukur, kjo është ekskluzivisht për ne. A munden ta mbaj unë këtë pikturën aty bashkë me pikturat e tjera të fëmijëve? Po. Shumë faleminderit, Kam edhe Petra. një pikturë aty në telajo. Në telajo, ne po i fokusojmë edhe një herë përmes kamerës të gjitha pikturat, sepse i keni bërë vërtet shumë të bukura, ju që jeni super të talentuar.
super të talentuar. Çfarë të pëlqen të bësh në kohën e lirë përveç pikturës? Më pëlqen të luaj ose të dal jashtë edhe të luaj me top. Shumë e shijojeni fëmijërinë sepse është koha më e bukur e juaja dhe do ta mbani mend gjatë fëmijërinë. Petro, çfarë ke përgatitur? Një vjesh. Po, e dëgjojmë pak, e themi vjeshën. Jam i Zogjve, për te kam bën me mira fole. Krejt pejmët e blerta, që ati e balkone, për ta i kam bërë. Kujtojani pak shokut. Streha t'i bera, me pupla të buta, që shiu si zë, era si rej, në vjeshat time, të gjitha i futa dhe zemrën e bera fole. Të lumt. Atëherë ne do të dëgjojmë këngën e vajzave që do ta mbajmë ne. Kloi, Sara dhe Edea dhe Darja. Forca, çoni të katërta këtu përpara. Hajde t'ju dëgjojmë. Ju japim një mikrofon. Forca, Edea, Darja, Sara. Vendosuni bukur dhe kur të jeni gati, që mbajmë qetësitë në fund, do duhet duart trokasim ditë ose e shoqërojmë shoqen me duart trokitje. 1, 2, 3, filloni. Tua mëngjeset e majit, kur këndon bilbili fushës, kur fryne rëza e majit, edhe qarku është i skuqur, tua lulet e fushës, në mëngjeset kur jam plot me vesë, do të shkate bardha të qupës, që vete me vrap t'i presë, por nga gjitha to më parë, dua më shumë Shqipërinë, që t'i vejë puna mbarë, edhe për jetë ta ketë lirinë. Bravo, të lumë. Ti kishte një gjuhë maqedonase të? E ke vjesh këngë apo e ke vet apo me vajza? Vet. Kthehemi. Hajde ta dëgjojmë. Forca, e dëgjojmë një këngë në gjuhën maqedonase. Sa bukur. E shoqëroj me duart trokitje shoqen apo jo? Patjetër, fillo. Baba može сега спокойно да седи, добро ениci безгрижно да реди, читай ми го моле, фибато ми често, сега ке си дойде све на свое место, сите букви и научи веке, секој како мене може да е стрекен, ке одмори тате, ке одмори мама, прва книга еве, јас прочитав сама, сите букви и научи веке, секој како мене може да е стрекен, ке одмори тате, ке одмори мама, прва книга еве, јас прочитав сама. Të lumë. Bravo, shumë bukur. Atëherë, Po, s'kishim të gjua në një po vërtet Pimbi na kishin kënduar fëmijët në anglisht, në frëngjisht, po jo në maqedonisht. Të lumë të dashur shumë bukur. Tani kemi një quiz për ju. Një quiz. Kemi javë në fundit të emisionit, kemi quizin. Atëherë, Të ndajemi në dy grupe, po. Ju jeni Pumbi, ju jeni Pimbi. Pimbi dhe Pumbi kësaj radhe. Pimbi këtej, Pumbi këtej. Kujdes Pumbi. Kush e dëgjon pyetjen dhe e di përgjigjen, ta thot direkt se jam në këmbë dhe ju dëgjoj. Jam në këmbë dhe ju dëgjoj, dakor? Forca dhe mikrofonin e kam, nga vjen zëri. Pyetja e parë është: si quhet shoqja e Mikit? Daisy apo Mini? Mikesha. Forca thuaj. Mini. Bravo. Mini duart trokitje, forca juve. Pyetja e radhës: Televisioni. si quhen ripat e vegjël që vendosen në dorë me ngjyrë të kuqe dhe të bardhë? Jo. Verore. Pik për Pumbin përsëri. Televisioni. Begati e buqis.
Cila është lulja që zgjete para në pranverë? Manushaqe apo agulice? Manushaqe apo agulice? Agulice apo manushaqe? Manushaqe. Agulice. Ore, unë kam... Manulice! S'po e kuptoj. Hajde po i quaj pikë për pimi, sepse pas me nga pumbi. Jo, Tiora, ju jeni 3-0 deri tani. Unë vash Manulice. Ku jeni grupi tuaj? Ku jeni? Begati e buqësi. Bagati e buqësi. Po, e ka shkruar Azdreni apo Naim Frashëri. Naim Frashëri, erdhi nga pimi përgjigja e parë. Shqyr mori një pikë. 3-1. Si quhen dy veprat e shkruara nga Omeri? Dy veprat e shkruara nga Omeri. Njëra tregon luftën e Trojës dhe tjetra tregon kthimin e ushtrisë me Odisen pas rënjes së Trojës. Herkuli. Iliada dhe Iliada dhe Odiseja me pak ndihmë se po më vjen ato peshpeshpeshet edhe nga Tea. Fiton skuadra e Pimit. Ta jemi 3-2, kujdesa se po ja u marrin. Cili shkrimtar shkroi veprën Romeo dhe Juliet? Shakespeare apo Dostojevski? Shakespeare, barabar, të dy nga i fik, 3-4. E fundit, o fitoni, o dini balotazh. Si quhen dy vëllezrit më të famshëm të prallave për fëmijë? Brezit Grimi në pikë. Fiton skuadra e Pumbi. E shikon. Ju e keni ndikur? Në ndryshuat vendin ju pandaj. Ndryshuan vendin. Hajde, kishit fat se ndryshuan vendin, se kjo ana këtë gjithmonë skuadra e Pimbit. Kjo është e Pumbit. Unë kësa radhe ndrova. Pimbi, duhet të jesh timi i vëmendshëm, jo fëmijët. Të drejtë, Jonida, ti duhet të jesh i vëmendshëm. E keni parë që në emisionin ton kemi dhe rubrikën e prallëzës, apo jo? Po. Për momentin do të themi vetëm prallëzën sepse ka kaluar minutazhi dhe ne kemi orar të përcaktuar. Kështu që prallëza e treguar nga nëna Mona në puntatat e radhës ka qenë Borbardha, Libri i Xhunglës, kanë qenë Pinoku e të gjitha me radhë. Të shohim se kë prallëzë do të na tregojë ajo kësaj radhe. E ndjekim prallëzën me nëna Monën dhe kthehemi përsëri. Ja eshtu na erdhi përsëri dhe unë jam bashkë me ju këtu. E keni ndjekur prallat që kam treguar? Shpresoj që ato t'ju kenë pëlqyer. Dhe sot kemi prallën e radhës, Hansi dhe Greta. Ja dhe nëna Mona po filloj ta tregoj. Tregoni të vëmendshëm, të nxjerri mësime prej saj. Kohë më parë, rrëz një pylli në një shtëpis të vogël, jetonte një druvar i varfër me gruan dhe fëmijët e tij, Hansin dhe Gretën. Një ditë prej ditësh, babai po priste drut, ndërsa nëna po bënte punët e shtëpisë. Hansi dhe Gretës, të cilët po ndihmonin babain, u shkoi mendja të mblidhnin disa kërpudha. Pa u menduar gjatë, motër e vëlla morën shtegun e pyllit. Ece, ju zën syt një shtëpis të bukur. Hansi dhe Greta nuk po u besonin syve. Shtëpisa e kishte çatin prej çokolate, oxhakët prej karameleje dhe muret prej biskote. Motër dhe vëlla të uritur nisën të shijonin në mulsirat për e të shtëpisë. Pa pritur, dera e shtëpisës u hap dhe te pragu u çfaq një plakushe topolake. Fëmijët menduan t'ja mbathnin, po me zërin e saj të ëmbël, plakushja i bindi që ata të hynin brenda. Ratë në kurth! U zgërdhi plaka. Kjo ishte një shtrik e keqe, shumë e keqe. Ajo e rëmbeu Hansin dhe e futi në një kafas. Çdo ditë,
Shtriga përgatiste për Hansin ushqime të shishme që ta shëndoshte shumë më shumë e pastaj ta kolofiste. Ndërsa Greta lante e pastronte ditë e natë si kur ti ishte një shërbëtore. Fëmijët ishin shumë të trishtuar dhe nuk dinin si të shpëtonin nga kjo e keqe e madhe që i kishte zënë. Shtriga nuk shikonte mirë nga sytë dhe çdo ditë i thoshte Hansit i tregonte gishtin e tij. Për të parë, në ishte shëndoshur sa duhej Hansi, që ajo pasaj të hante. Por djali ishte i zgjuar. Në vend të gishtit, ai zgjaste një kocë këpule. Djallo punë, po si nuk shëndoshet fare ky që unë e ushqej për ditë shumë, po kur do shëndoshet që unë ta kolofit. Kur u mërzit së prituri, Shtriga i tha Gretës, më ndis një zjarë bubulak, nuk do të pres më. Ndonë se është i dobët, unë atë do ta gatuaj dhe do ta kolofit. Po në kohën që Shtriga e nxori Hansin nga kafazi për të vënë në jetë planin e saj, ai mori vrull e shtyu Shtrigën drejt e në xhak. Fëmijët morën thesarin e Shtrigës dhe pa humbur kokë ja mbathën nga shtëpia. Në breg të lumit takuan një mjelm. Hansi dhe Greta hipën mbi shpinën e mjelmës dhe mbritën në shtëpi. Prindrit po i prisnin të shqetësuar. Motër e vëlla i dhan fjalën dhe ju premtuan prindërve se nuk do të largoheshin më kurrë nga shtëpia pa lejen e tyre. Ja dhe kjo prallës mbaroi. Ju pëlqeu? Tani unë dua të bëj ja dy pyetje. Dhe ju do mendojeni dhe do t'i thoni vetes. A duhet të largohemi pa lejen e prindërve nga shtëpia? A duhet të luajmë shumë vonë dhe prindit të shqetësuar na kërkojnë? Asnjëherë pa lejen e prindërve nuk do të bëni gjë. Shpresoj që më kuptuat. Mirupafshim të shtunën e ardhshme. Ju dua shumë, mos harroni këtë. Mirupafshim. Ju pëlqeu pralla? Japim ju dartrokitjen në Namonës. Shumë faleminderit në Namona për gjithë prallën e bukur që na tregove dhe për të tjera që do të tregosh puntat pas puntate. Ne kemi ardhur në fund, jeni kënaqur apo jo? Po. Unë nuk kënaqa sepse kaq medalje s'kisha parë ndonjëherë. Edhe unë. Dhe të gjitha me çmime të para, apo jo? Të gjithë ishin të talentuar. Dhe piktura kaq të bukura, ishin vërtet të talentuar dhe ju lumë të dora. Edhe këngë shumë të bukura. Edhe këngë shumë të bukura dhe faleminderit që na e këndove në gjuhën maqedonase. Unë ju le takim radhën të shtunën e ardhshme dhe me plot energji të reja, mos harroni që klasa e parë po përgatitet për festën e abetares, ne ndoshta mundet të shkojmë në ndonjë festë abetare, apo jo Pimbi dhe Pumbi? Po, do shkojmë. Përveçse tek festa juaj. Edhe një gabim që bët ju të dy, nga era e kaluar, sepse ne kemi patur një shkëputje për shkak të procesit zgjedhor, unë ju thash që gjysma e klasës së këtyre fëmijëve kishin sjell kujtime. Dhe unë ju të dyve ju kërkova një foto. Të kujtojtë? Po, më kujtojtë. Po, na i mori mendje na i mjalti. E gjen justifikimin. Kështu që ti portieri i ekipit të Skënderbeut, herë tjetër të lutem mos sill mjalt, sepse ja u morë mendjen atyre të dyve dhe haruan të sillin një porosi të vetme që unë një vit u kam kërkuar. Vetëm mirë. Kështu që Pimbi. Po ti me një porosi dhe shko si ben. Ne kemi 6 vjetë që po ju lutemi për një punë në mjaltë. Po kjo ishte në kuadrin e asaj bisede të ngrohtë që zhvilluam me gjysmën e klasës të 4. Prandaj ka të drejtë.
Ka të drejtë. Herën tjetër dua foton. Duhet jemi të vëmendshëm dhe neve. Kalamaja, unë ju përshëndes nga shtëpiza jone bukur, me plot energji dhe me fëmijë kaq të mrekullueshëm dhe ju le takim të shtunën e ardhshme deri atëherë. Mirupafshim! Mirupafshim! Mirupafshim të madhe! Mirupafshim!